Mirë mbrëma, pak me vones, por do doja të flisja lidhur me një operacion i cili mbeti enigm. U fol për një operacion për shpëtimin e një piloti, por masa e trupave të impenjuar aty la të dyshonin për një veprim komplet tjetër dhe shpëtimi pilotit ishte thjesht një mbulesë, aq më tepër që si piloti i dytë, si thonë ekspertët, nuk është kur një kolonel. Fytyrën e këtij koloneli nuk e pam kur, çuditërisht operacioni ishte shumë masiv për shpëtimin e një piloti, dhe aq më tepër enigm mbeti ulja e dy transportuesve të rëndë C-130 në një pistë të shtypur me prej rëre, atë thua se ishin këta Piper ATL, dy vëndësh, pra gjithçka bie ermi shëllije. Por gjithashtu kemi një hapje mbyllje të ngushtisë së Hormuzit dhe natyrisht se si do dal nga kjo histori Izraeli, sepse nëse amerikanët tërhiqen, izraelitët kanë përballë 600 milion arab dhe 100 milion persian. Për të folur rreth këtyre në mënyrë telegrafike, si gjithmonë, do ta bëjmë çdo të njëjtën, në fakt të flasim për zhvillimet e kësaj lufte, po edhe luftrave tjera në botë, se njerëzimi nuk të lë kur të dyshosh në çmendurinë e tij. Do flasim me ekspertin e sigurisë, gjithashtu ushtarakun me karrierë të plot, që nga formimi i tij, zotin Arben Çuko. Ben, mirëmbrëma, mirëseve. Të bëra një prezantim, ma thua se s'ka ardhur ndonjëherë. Okej. Beni, ka erë ky operacion, do të thënë besin në tokë, shkatrohen, se kush e di sa ka qenë, 2 C-130, 2 helikopter, një A-10, se unë ndoshta s'jam më i saktë me termat. Thuhet që pazaranët kanë nxjerrë edhe foton e një Amanda, femre, që kishte këtu kartën e identitetit, po gjithashtu thuhet që ka pasur edhe trupa të vdekur, por neve nuk harrim trupa të djegur, të karbonizuar, ne nuk harrim t'i shohim pamjet që na vijnë nga Irani, sepse ne jemi nga kampi tjetër ku na u tha që 0 humbje, piloti u shpëtua. Megjithatë nuk dua të hyj te kjo. Flitet që ka qenë më tepër një operacion mbulimi për të marrë uraniumin, 400 që ishte vetëm 50 km larg. Unë mendoj që mbase ka qenë një operacion më tepër se sa për të marrë uraniumin. Shiko, në dallim nga shumë analistë që shohun në mediat. Po duke u nisur dhe nga analiza jote si ushtarak. Tu ka, që në të foto që shohim këtu, hija dyshimit nuk është më hije, por është dyshimi plot. Shiko, si parim. KC-130 është avioni furnizimit në ajër për helikopterët, jo për avionët. Aha, interesant. Është vetëm për helikopterët. Për avionët është KC-135, KC-707, por janë veç. KC-130, që është me helik, është vetëm për helikopterët, sepse është një gjendje që të fluturojë jo ullët, në shpejtësi aq të vogël ta mbaj stabilitetin, sa helikopterët që kanë shpejtësinë 250 km/h të furizohen edhe të largohen nga ty. Kjo tregon që këta dy helikopterë do të veprojnë shumë thellë territorit iranian. Nisur nga ideja që dhe nga të dhënat, nga informacionet, nga lajmet që F-15 nuk është rrëzuar thellë territorit iranian. F-15 është rrëzuar në atë provincën ngjitur me Irakun verior dhe Iranin verior, rreth 100 km. Këta helikopter e kanë autonominë që të shkojnë, të realizojnë detyrën dhe të kthehen, e kanë 400 km. Dhe s'ka arsye pse ta furizojnë në ajër. Pra arsyeja e furizimit është që këta helikopterë do të bënin detyrë shumë thellë. Këta janë helikopterë zbarkimi apo... Black Hawk-u, UH-60B, është helikopter i përdorimit përgjithshëm. Përdoret për zbarkim, për kërkim shpëtim, për goditje, është i përdorimit përgjithshëm. Fakti është që po të përdorej për kërkim shpëtim, në atë distancë nuk ishte nevojë të furnizojnë ajër mbi Iran. Sepse ka autonominë e vet të shkoj, të rri 2 orë të kërkoj
nëse është përdorur për kërkim shpëtim, të kërkoj aty, po vetë piloti, mjetet e pilotit në rast të katapultimit janë të tilla që ata kanë radio me rreze shumë të shkurtra dhe i kap çdo lloj receiveri, pra çdo lloj radio marrse merr dhënësin e këtyre dhe me GPS, me gjithçka, ata amerikanët e kanë ditur shumë qartë se ku është piloti i rrëzuar. Nëse ka pasur një pilot. Më kupton, e kanë ditur shumë qartë, ai ka GPS ka çdo njeri tash me telefonit, jo piloti i F-15-s. Kështu që unë nuk kam dyshim fare që ka qenë operacion shpëtimi. Gjithashtu edhe diçka tjetër, mbeturinat e C-130 janë gjetur 200 kilometra në thellësi të territorit iranian. Në një fushë atje, në një fushë të braktisur, pistë, dhe unë mendoj që amerikanët kanë pasur plan jo për të rrëmbyer uraniumin, po për të vendosur një bazë të përparuar operacionale, forward operation base. Në brendësi të territorit iranian? Sepse ai territor aty nuk ka popullsisht i pabanuar. Dhe duke u mbështetur me superioritetin e vet ajror, ata mund ta krijonin, shko malet anë larg. Po. Ata mund ta krijonin rrezen e sigurt për këto forca. Aha. Flitet që janë bërë bombardime rreth rrotull për të ndaluar karvane të ushtrisë iraniane. Po, pikërisht për këtë. Edhe kapja e kësaj është si desantimi në një fushë aviacioni. Po, që duhej përballë një ushtrie që harri? Për të vendosur, shiko. Me sa kam studiuar luftën në Ukrainë, hiq 10 ditët e para të luftës. Unë mendoj që bërja operacioneve të shkallës madhe po përndon. Rusët hiq 10 ditë e para të luftës në Ukrainë, tashmë i kryen operacionet e tyre taktike në sasi shumë dha, dhe këto rezultate taktike sjellin një rezultat operativ, i cili po të bashkohet me rezultatet e tjera operative, sjellin rezultat strategjik. Pra, ka kaluar, me sa kuptoj, me sa kam analizuar, ka kaluar koha e operacioneve masive me trupa shumë të mëdha. Dhe amerikanët këtu, mendoj unë, këtë kam pasur qëllim të realizojnë këtë bazën me superioritetin ajror të tyre, të bëjnë, të sigurojnë rrethin e mbrojtës së saj nga ajri në një distancë goxhat madhe që artilleria iraniane të mos arritet godiste, dhe duke pas këtë synim mund të kenë pasur plane të tjera më të mëdha. Ata do ishin vazhdimisht në goditjen e dronëve, ajo bazë. Po A-10-a, një nga përdorimet e tanishme të A-10-ës, është asistimi i dronëve. A-10-a është një avion i destinuar kundër tankeve. Ky është avion i destinuar kundër tankeve në vitet në fillim të projektimit i tij. Tashmë ai topi 30 mm 6 gryku që ka atje është mjeti më kosto efektiv për të shkatruar dronët Shahid. Prandaj është rrëzuar dhe prandaj është gjetur edhe një i tillë. Kështu që unë këtë mendoj, sepse të ulësh 50 kilometër larg Isfahanit, një qytet me milion shpresoj, për të arritur të përparosh 50 kilometër mes të maleve, nuk më duket një mendim as e logjikshme, as e realizueshme nga ana ushtarake. Mund të përdorshin këto helikopteret e vegjël, Little Birds i thonë ata, po ata 4 veta max 4 veta mbajnë. Po një C-130? Një C-130 varet se çka ka, po pati parashutist mban 100, po pati thjesht trupa mban më tepër 150. Pra C-130-a i modernizuari mban deri në 40 ton. 40 ton pesh. Po. Trupa dhe mjete dhe makina të blinduara, Humvee, po pak më të madhe se Humvee.
Pra, unë këtë mendoj që ka qenë qëllimi Amerikan për të krijuar një bazë aty dhe ata kanë pas mundësinë me superioritetin e tyre ajror që këtë bazë ta mbrojnë për X kohë, jo për gjithmonë, për X kohë. Dhe synimi i tyre nga kjo bazë të çonin trupa speciale, të cilat, le të themi, do çonin dhjetra, do çonin qindra, po ushtria iraniane atje në Isfahan mund të jetë dhjetra mijëra, le të themi, për të mos thënë qindra mijëra në atë zonë aty. Nuk më duket e para e realizueshme, e dyta e mirë menduar. E mirë planifikuar. E mirë planifikuar. Po gjithsesi, është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë të planizosh dhe të ekzekutosh një operacion të tillë me pak trupa, se sa të duhen minimalisht 6 muaj kohë që të afrosh rezervat logjistike dhe të municionit, të afrosh dhe një ushtri gigante, të bombardosh pa fund gjithçka që ka Irani në mënyrë tillë që të zbarkosh. Nuk mendojnë që ka qenë një tentativë për grabitjen e 450, sepse mendohet që prandaj ulën dhe këta në 130, sepse uraniumi është i futur në për bombolat të rënda, plumbi që peshojnë. Si mund të futesh në atë tunelin, edhe në qoftë se e din ata, si mund të futesh në atë tunelin e nëndheshëm, atje me... Këte ka menduar ai që ka bërë këtë operacion. E mendojmë dhe ne atë çështje tash, me 4 helikopterë. 130, 4 helikopterë të tillë mban brenda. Janë 4 të vegjël. 4 të vegjël mbajnë 16 forca speciale. Ja dhe ai tjetri që ka ardhur, i dyti që erdhi, mund vinin dhe... Pra, i gjithë operacioni mund të ishte, le të themi me i batalion, 500 veta, 600 veta. Unë nuk e besoj që 500 veta le të kishin dhe mbështetjen ajrore. Mund të merrin një tunel të mbrojtur. Mund të merrin një tunel të mbrojtur nga mira ushtarë iranian. Se di tashmë, po që ka qenë një operacion i keq planifikuar është... Fakti e tregoj që dështoi. Ai generali Zadansi i ushtrisë amerikane në një nga këto intervistat e para 2 ditëve tha që çdo fshatar iranian na gjujti me çka kishte mundësi. Po, unë pash pamjet filmike aty që... I pam gjithë në ato. Dilnin nga pikapët, gjuanin me... Po, ata ishin policët e zonës, policët lokal, po edhe fshatarët vetë, çka kishin pushtë vjetra e kështu. Pra, testi ka qenë komplet i pa... Edhe në qoftë se ka qenë një test që ju ka dhënë një mësim që të paktën nuk duhet i hyrë një aventurë toksore. Sepse terreni është i tillë, largësia është shumë e madhe. Ja, fakti i furnizimit të helikopterëve në ajër këtë tregon, se s'ka arsye të furnizosh. Domethënë jemi në kushtet që edhe një superfuqi hiperteknologjike, siç është Bashkuara, ka limitet e saj. Padyshim që ka limitet e saj. Sidomos në një thellësi shumë të madhe strategjike që ka Irani, sidomos në atë terren shkretir, gjysë shkretir, me vargmale shumë të mëdha. Kam përshtypjen, Beni, që është një aventurë nga e cila nuk është nxjerrë mësim, diku në Vietnam, rreth 50 vite më parë, 55-60 vite më parë, madje ka bërë edhe një film Mel Gibson, Ne ishim ushtarë, We Were Soldiers, ku tregon pikërisht për herë të parë përdorimin e helikopterit dhe zbarkimin në thellësi të territorit armik për të krijuar një plaz dam në mënyrë që ta zgjerosh atë njëll. Dhe nuk ja dolën me vietnamez të pajisur vetëm me një kallash. Jo, ajo betejë ka ndodhur vërtet. Ka ndodhur vërtet, pra, ka ndodhur vërtet. Një batalion airborne me helikopter. Po nuk ja dolën. Do të thënë, ja dolën me kundër një regjimenti të ushtrisë së rregullt vietnameze. Po nuk ja dolën, pra nuk arritën ta mbanin atë plaz dam. Amerikanët me ato operacion ndryshuan komplet natyrën e luftës. Pra, që nga i moment e këtej, operacionet nuk janë vetëm toksore, po janë gjithmonë aerotoksore. Dhe helikopterët përdoren edhe tashti, dhe në atë kohë që nxorën ata,
Amerikanët faktikisht helikopterët i përdoren që në 50-53 i luftën e Koreas. Por në luftën e Vietnamit e strukturuar komplet doktrinën aerotoksore të tyre. Dhe helikopterët përdoren për manovrim forcash, për manovrim rezervash, manovrim armatimi. E kapin topin, Humvin, tërheqjet plagosuris, çuarje me municioni. Pra, janë një aset shumë i domosdoshëm në luftën e sot moderne. Gjithë çështja është e thellësisë strategjike që po diskutojmë ne. Irani ka një thellësi shumë madhe strategjike dhe planizimi i operacioneve të tilla kërkon një perfekcion dhe fat. Mbase perfekcionin amerikanët në këtë rast e kanë pasur, por nuk kanë pas fatin. U zbuluan, unë u habita që ata përdorën ditën për ta bërë. Në shumicën absolute të rasteve, doktrina amerikane për forcat speciale përdor natën. Kjo është e ditën. Një pyetje tjetër. Si shqegohet që është hera e dytë që rëra e shkretëtirës, është edhe operacioni famshëm për shpëtimin e pengjeve të ambasadës, i blokon mjetet ajrore amerikane. Nuk e llogarisin kaq e gjë këta që të njëjtin problem patën edhe në Irak me tanket. Nuk e llogarisin kaq e gjë kur çojnë trupa që duhet armatim special, qoftë edhe nga automatiku që të bllokohet. Më thonë për shembull në Afganistan, ushtarët amerikanë, kam dëgjuar nga ata që kanë qenë, ndronin automatikët e tyre me kallash, sepse nuk ngecin në kushtet e pluhurit të rërës të... Po, në këtë rast nuk është se i blokoj rëra ata. Në këtë rast. Këta që mbetëm nga rëra, mbetëm në pistë. Jo, nuk e besoj se kanë ngelur nga rëra. Sipas iranianëve, i pari është ulur, i dyti është goditur në ulje, nga një raket supi iraniane. Pra, i pari është ulur plotësisht. I dyti është goditur gjatë uljes. Ka pasur përplasje, thuhet, me shkëmbim zjarri të rëndë. Po, normal që ka pasur shkëmbim zjarri. Zjarri rëndë është zjarë, në qoftë se iranianët do kishin artilleri. Jo artilleri, jo me artilleri, po me artileta dhe mbase në raket supi kunaerore. Po, shiko, amerikanët, teknologjia amerikane, këtë 130-a, nuk e preferon tokën e thatë. Rusët janë që çdo avion të vetin transportues të madh e kanë projektuar që të ulet edhe në pista të shtypura. Në pista toke, sepse vetë nevojat ruse dhe që Bashkimin Sovjetik ishin që Bashkimi Sovjetik me gjithë ato sipërfaqe gjigante nuk mund të bënte dot pista betoni kudo ku i nevojiteshin atij. Dhe i projektoi avionet e transportit që të uleshin dhe në tokë. Amerikanët nuk e kanë pas këtë lloj preference. Dhe mbase e kanë llogaritur që ta çonin atje C-130 dhe ta braktisin, ta shpërthenin, atës mund ta dim, po C-130 e ka aftësinë për të ulur në pista toksore. Në terreni konkret atje tash mbase edhe ka ngecur, mbase edhe nuk është ngritur dot, askush se di, evidencat janë të pakta, edhe vetë iranianët dy foto kanë nxjerrë nga vendet e shkatrimit. Por nga Elika fotoja e shkatrimit ku janë shkatruar në pistë. Po, nga Elika që është e thyer në një drejtim do të thotë që kur është ulur, kur është shkon si është, pra kur është ulur që ka hasur tokën, Elika ka qenë në rrotullim dhe duke kapur në tokën ato përthyhen. Po. Por kjo duket që është e bombarduar. E kanë bombarduar vetë amerikanët. E kanë shkatruar vetë amerikanët. Një avion i ulur, le të themi, i përplasur, nuk bëhet kështu. Po, i ka të shpërndara me... Jo, nuk i ka të shpërndara, i ka më kompakte. Kjo dallohet që është gjujtur nga amerikanët me bomba. Okej. Me bomba. Ndërkohë, hape mbyll ngushticën e Hormuzit? Unë besoj që presidenti Trump
intereson dalja nga ky konflikt. Unë besoj që presidenti Trump... Sepse këta iranianët po duken kokdru. Jo, sepse... Pra, forcat amerikane që nga dje mbjes nuk kanë vepruar. Por Izraeli, duke mos qenë pjesë e kësaj, sot nuk se di, se njof, nuk e bëj dhe bombardoj egërsisht Beirutin. Beirutin, unë mendoj që dhe nga pamundësia e sukseseve në terren, se Hezbollahu po qëndron fuqishëm, ata kam mësuar humbje sipas medjave dhe medjave përnevore, po edhe para 3 ditësh doli shefi i shtabit i përgjithshëm me tyre dhe tha që jemi në pragun e mos pasis mundësi të bëjmë operacione luftarake. Shta ka reparte rezerviste që i kemi thirrur 6 herë brenda vitit. Rezervistët lere ushtrin e rregull. Ka një konsum moral. Po ka 2 vjetë ca që po bëjnë, kam 2 vjetë e gjysë që ushtria izraelite po bën luftë në mur. Ata si tregojnë humjet, po të bësh luftë në qendër të banuar është masakruese. Ankthi i çdo komandant. Edhe për mbrojtjen, po për sulmuesin është masakruese. Pra Izraeli nuk e njoh këtë. Pushim zjarri dhe bombardoi. Në ato pikat, në 10 pikat që u ra dakord mbi cilët të diskutohet, ishte edhe kjo. Pra, stop Libanit, Jemenit, Irakut, milicive në Irak. Izraelitët e bombarduan dhe këta, përveç se gjujtën Izraelin me raketa balistike, mbrëm, riblokuan pra ngushticën e Hormuzit për të treguar. Unë mendoj që është pjesë e kësaj luftës psikologjike që iranianët të tregojnë vendosmërinë e plot. Beni, ka kapacitete iranianët për të mbajtur të bllokuar Hormuzin dhe sa kohë mund të rinë amerikanët në Hormuz? Sipas kësaj vetë ngjarjet treguan që iranianët i kanë kapacitetet, sepse janë kapacitete asimetrike, ju ata kanë qindra motoskaf të tillë, për të mos thënë atë të fundit që e minojnë, edhe sot praktikisht. Pa ata nuk duan t'i bien vetës, nuk duan t'i qellojnë vetën në këmbë. Mjetin e fundit tyre kanë minat, po kanë dronet, kanë raketat tok-det, kanë motoskafet me raketat det, kanë dronet, kanë besoj du të kenë dhe artilleri me largëhedhje të madhe. Le mos i kenë moderne thuaj, po janë efektive. Tankeri është një objekt 300 metrë i gjatë. Po të goditet kollaj fare dhe me një goditje me flak nafta. A pasaj kush është ai tank që merr përsipër të vëj bask? Fakti që presidenti Trump u kërkoi evropianëve pikërisht për këtë, për që të sillsin ata dragaminat. Amerika sot s'ka nevojë për dragamina dhe nuk ka dragamina. Amerika? Jo, po s'ka nevojë. Se ka menduar ndonjëherë që do t'i minojnë Bregdetin? Bregdetin e saj. Plus që koncepti doktrinor amerikan bazohet mbi grupet sulmuese të pranbajtësve, të cilat dikur mund të rrinin 300 km larg bregut, tash i kanë vajt 1000 km. Nesër në një konflikt me Kinën mund të shkojnë edhe më larg, në varësi të kapaciteteve goditëse të kundërshtarit. Po, të gjithë ushtarakët kështu mendojnë, paktën këta që po studiojnë këtë, po ndryshon komplet koncepti i luftës. Domethënë aeroplanbajtëse dhe këto janë ndoshta për një luftë ngjashme me luftën e dytë botërore. Me luftën e paqësorit, pra të oqeanit hapur, ndërsa në detat mbyllura dhe me teknologjinë e sotme dhe me zdheu është deti mbyllur. Viri Persik nuk diskutohet, deti i Kuq, deti i Kinës jugore në atë përplasjen e madhe atje. E di që më duket se nga pikpamja ushtarake po deli fituar Irani, se në momentin që ti nuk e ke rrëzuar atë qeveri, është dela i fituar. Sa do rinë Amerikanët në gjirin Persik, se po ju kushton 1 miliard dita? Po 1 miliard dita nuk është se ka në një... Nuk është se më kujtoni se është
dhe gjë e madhe për Amerikanët 1 miliard. Jo, janë shumë, se për një vit i thonë 300 miliard. Po janë edhe rusët 1 miliard ditë harxhonin, po kanë 4 vjet i harxhojnë edhe. Kështu që nuk është shumë. Goditja më e madhe për ty është prestigji. Prestigji politik, prestigji diplomatik dhe prestigji ushtarak i Amerikës, që ka 40 ditë dhe nuk mundi do të realizonte qëllimet. Më tepër nga të gjitha e ka godit prestigji i flotës, sepse flota gjigande amerikane nuk bllokon dot kushticën e Hormuzit. Nuk është bllokon dot. Ndërsa humbjet në aviacion janë 3-4 F-15, 1 A-10, 2 C-130. Mendoj që F-15 është edhe pak i vjetruar si avion. Jo, F-15 Strike Eagle qura ato janë të prodhimit të 10 viteve të fundit. Sepse F-15 është avion shumë rolesh me kapacitet gigant. F-15 mban 14 ton armatime. Ndërsa F-35 nuk i mban dot. Po në variantin stealth, i padukshëm, F-35 mban vetëm 2 bomba në hangarin e vetë. Dhe F-15 nuk është i vjetruar. Por nuk është stealth. Nuk është i padukshëm. Dhe këto humbjet amerikane, le të themi 10 avion, nuk janë shumë. A dini sa avion janë rrëzuar Amerikës në Vietnam? Ja. Janë rrëzuar 2500 avion dhe 10.000 helikopterë. 10.000 helikopterë. Wow. E kupton, i takon 1.000 helikopterë në vit. 10.000 helikopterë. 30 helikopterë në ditë? Po, në ditë. Okej. Edhe ja doli. Po, që doli? Për i superfuqi ekonomike dhe ushtarake, nuk është se... është adrenalinë. Jo, çështja është që janë rrëzuar 10 avion. Kjo tregon që Irani një pjesë paktën të mbrojtjes kundërore të vetat, me rreze le të themi të mesme, e ka akoma funksionale. Kjo mund të tregoj që nëse ata arrin rrëzojnë F-15, që ka sisteme elektronike mbrojtëse të jashtëzakonshme, se ky është i ri F-15 sa aja Strike Eagle quhet, është i ri, është i 10 viteve të fundit. Po, tregon që mbase rusët apo kinezët i kanë dhënë radar modern, i kanë dhënë një sistem se 400 gjurmojnë atë vijën elektronike. Ajo është stealth, rrezikun më të madh F-35 e ka në nxehtësinë që lëshon mbrapa motori tek nxehtësia. Aty janë këto, nuk janë radar, ato janë sisteme elektronike që kapin magnetike të... Ajo është teknologji e re, nuk është provuar. Ata mbas e kanë sjellë për ta testuar. Ndoshta nuk ka testuar. Më të mirë këtë që lexova. Unë po thosë unë nuk jam. Po, për shembull F-35. Por dyshime të mëdha që F-35 nuk ja ka arritur qëllimit, sepse ndoshta si kap këto që ka kapur radari tradicional, por janë sistemet të tjera që kapin gjurmë elektronike të avionit. Videon që publikuan iranianët, F-35 është detektuar dhe goditur me infrat kuqe, me nxehtësinë. Okej. Nuk e kisha për rastin konkret. Veni, ra edhe miti i Izraelit? Do më thënë, Izraeli e ka dalë deri tash me ushtrit e rregullta, apo me këto të pa rregulltat? Jo, shiko, për hir të vërtetës, që nga krimi, izraelitët e kanë treguar veten luftëtar, ushtri organizuar, mirë organizuar, e mirë armatosur, e guximshme që në planizim, e motivuar, e tjera. Problemi është se, deri në para 2 vjetës që filluan luftën me Hamasin, ushtria izraelite nuk ka bërë kur luftra më tepër se 15-20 ditë. Dhe pika e dobët
e ushtrisë izraelite është kjo. Luftat e ngërçit. Atrishënuar është, pra, lufta e zgjatur, ushtrinë izraelite, shtetin e izraelit e loth dhe e stërmundon. E gjithë kjo, sepse një nga kriteret, një nga kërkesat e domosdoshme që komandantët e mëdhenj marrin parasysh është ndrrimi i trupave në front. Izraeli do t'i ketë ndruar shumë herë trupat në front. Turnë. Nuk mund të... Pra, ndrohen trupat. Mbaron një operacion, ndrohen, vinë të rejat, me radhë. Kjo është raskapitje. Pra, është herë e parë që ushtria izraelite po realizon një luftë të zgjatur, ka 2 vjet e gjys, që ata marrin pjesë në luftë të përditshme. Deri para 2 vjetësh, u a them, ushtria izraelite nuk ka bërë kur luftë që ka zgjatur më tepër se 15-20 ditë. Lufta e 67-ës zgjati 6 ditë. Lufta e 73-shit zgjati 10 ditë. Lufta e 2006-ës me Libanin zgjati pak, e 2024-ës me Libanin zgjati pak. Pra, ata janë të mbajtur fort tek forca aerore izraelite. Çështja është se Irani tashmë po i shkakton dëme forcave aerore izraelite, jo duke i gjuetur avionet, duke i gjuetur në tokë. Po duke i gjuetur në tokë, i shkatron pistat, pra, i shpërqendron. Në ana logjistike ata janë në lëvizje, çon nga kjo pistë shkon në pistën tjetër. Unë kështu e kuptoj, sepse lajmet thonë që Irani gjuan bazat aerore. Mjafton një raket bjeri tek pista, edhe as sekundi tjetër, ata duan paktën 3 ditë. Po, thuhet që kanë edhe humbjet, do më thënë kanë edhe viktima në për qytete, do më thënë nuk është mbrojtja kundër aerore, nuk është treguar shumë efektive. Mbrojtja, Izraeli ka sot që po flasim, ka mbrojtjen kundër aerore më të mirë të botës, më modernën, me operator më të mirët, oficerat e mbrojtjes kundër aerore. Çështja është që historia e luftrave dhe e armatimit na tregon që armë perfekte nuk ka. Po, edhe ky efektivitet nuk është 100%, do më thënë efektivitet i mbrojtjes. Gjithsesi ata kanë një blackout total për sa i përket informacionit për humbje. Po normal, është pjesë e luftës dhe lufta e informacionit është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe jo vetëm që kanë vepruar normalisht sipas procedurës, që kanë nxjerrë ligjin që kush nxjerr video nga izraelitët dënohet 5 vjet. Po normal. Irani nuk ka nxjerrë këtë ligj, po kanë ndërprer internetin. Apo jo? Po edhe ne, në rast të lufte, një nga pjesë e paketës ligjeve të gjendjes luftës është kjo. Do kemi kohë të flasim për ne, sepse jo më larg se dje ambasadori Bima thoshte që NATO-ja, dhe është një ndër ambasadorët më të mirë që kemi, ka qenë 4 herë ambasador, thoshte që ta harrojmë mbrojtjen e NATO-s. Normal. Dhe ndoshta javës tjetër do flasim pikërisht për këtë. Qa duhet të bëjmë, sepse Serbia jo vetëm pa armatosët, por ka një industri armatime shumë të mirë. Kemi një traktat me Kroacinë e Kosovën, po mua më duket më tepër një letër, ajo se sa një traktat i cili... Ajo është bazuar në atë aksiomën, armiku tim është miku im. Që të jetë efektive, ti duhet të koordinosh çfarë armatim do blej njëri, çfarë tjetri, stërvitjet përbashkëta. Jo, që të jetë efektive kjo, është traktat i ndihmës ushtarake. Reciproke. E lëm ta flasim në emisionin tjetër? Faleminderit që ishe për të folur për... edhe një pyetje të fundit. U nis për 3 ditë, 1 javë, 2 javë, 2 muaj. Unë mendoj që nuk do presin 2 javë. Unë mendoj që do rifilloj prapë. Do kemi një luftë të zgjatur, latente nga ato luftat e harruara? Mund të, jo, nuk zgjat. Sa po zgjat Ukraina, nuk zgjat, po unë mendoj që... Ukraina u harrua.
Vazhdojnë, vriten njerëz. Jo, vriten për ditë, para ca ditësh e kishte bërë Kallame Kievin ai metron. Kështu që unë mendoj që do të javi drejtim. Do të thënë as Amerika po jo këto 2 javë, jo këto 2 javë. Po as Amerika as Izraeli nuk e kanë doktrinë që të vazhdojnë luftrat gjata. Se Izraeli dallohet që si raskapitur. Dallohet që si raskapitur. Dallohet që si raskapitur kundër një organizate, se s'është ushtri e rregullt Hezbollahu, kundër një organizate, pa është politike, ka organizim, po në një pjesë territori dhe kanë 3 javë që kanë nisur sulmin toksor. S'kan arritur ta çajnë? Jo, s'kan arritur, kanë pësu humbje dhe nuk kanë arritur të shkojnë tek ai lumi e emrin Litan. Atje, nuk kanë arritur që të shkojnë atje dhe të fillojnë të ngrenë muret e tjera. Nuk kanë arritur. Do të thotë që është duket janë të lodhur. Duket janë të lodhur dhe të pamundur për momentin. Zoti Shuko, faleminderit. Do flasim te që vjen. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.